si mund ne, domethënë, a ka një kulturë dhënjes gjakut? A e mbajmë ne institutin tuaj me gjatë gjithë kohës, gjak të freskët edhe a jemi ne ata që e mbajmë? Apo duhet për herë të informoni dhe të edukoni? Atëherë unë doa t'i përgëzoj dhe t'i falenderoj qytetarët që janë të gatshëm, të disponueshëm që të vinë dhe të dhurojnë gjak vullnetarisht. Është një dhurim vullnetar i gjakut, nuk ka asnjë lloj levërdije tjetër qytetari përveç satisfaksionit të asaj që ndihmon një pacienti në nevojë. Nga vitet që menaxhoj unë, domethënë vit pas viti rritet numri i dhuruesve dhe kjo është një gjë që duhet ta përshëndesim. Për këtë vit kemi caktuar një qëllim vetes ne si institut që të arrijmë shifrën e 60.000 dhuruesve dhe jemi shumë afër përmbushjes së kësaj. Dhe ka një kulturë të dhurimit gjakut tek qytetarët.